fonte nga të cilat duhet përfitojnë qytetarët tuaj, me të cilat mund të ndërtojnë linja tramvaj, rrugë, shkolla, spitale. Prandaj le të diskutojmë sot se si mund të ulëm më tej edhe tarifat e roamingut. Pra ju folët për këtë gjë, që të paguash shtesë për telefonata në vende të tjera është diçka që ne nuk e bëjmë brenda BE-s më. Pse duhet ta bëni ju? Dhe prandaj ne duhet punojmë për përshpejtimin e parafrimet me rregullat e Bashkimit Evropian. Pra le të zhbllokojmë ato projekte që duhen për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, inovacionin digjital, mbrojtjen e konsumatorit dhe turizmin, për shembull në darkë folëm për këtë çështje, sepse kjo do të sjellë përfitime bizneseve dhe qytetarëve tuaj. Kemi mungesë e curie në integrimin ekonomik rajonal, gjë që sjell rritje më të ulët ekonomike. Një treg i përbashkët rajonal plotësisht funksional do të rriste ekonomitë tuaja me 10%. Mungesa e progresit apo e curisë nga ana tjetër rrezikon edhe aksesi në tregun e vetëm të BE-s për ata që bllokojnë vendimet e që do të sjellin përfitime të gjithëve. E di që reformat për të cilat ne kemi rënë dakord së bashku nuk janë gjithmonë të lehta, por ato lejojnë përshpejtimin e negociatave të antarësimit në BE dhe përgatisin ekonomitë tuaja për tregun e përbashkët, pra me 450 milion banor, dhe ato hapin mundësi që ju japin më pas qasje në një trajtim të ngjashëm si vendet anëtare në disa politika të BE-s, si të u tregojnë vendeve anëtare të BE-s se ju jeni gati për më shumë integrim të thellëuar në BE. Pra le të flasim se si instrumentet tona mund të tërheqin më shumë investor të huaj. Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, më tha se ishte shumë e impresionuar nga 2 konferencat e investimeve që ajo ndoqi në rajon. Le të vazhdojmë punën në këtë fushë, le të sjellem së bashku akoma dhe më shumë investime të qëndrueshme nga BE-ja dhe më shumë partnerë tregtar në rajon. Ne e dim nga përvoja në të shkuarën që sa më shumë i afrohemi zgjerimit, aq më shumë investitor do të vinë këtu. Dhe është thelbësore që tashmë të arrim realitet në konvergjencën tuaj ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian. Ne e dim nga përvoja, pra që sa më shumë esti përpara drejt BE-s, aq më shumë kurreshtje kanë investuesit e huaj, media europiane për vendet tuaja dhe natyrisht shpresoj që sa më shumë kurreshtje vjen nga këto shtete, vjen edhe nga vetë qytetarët e tyre. Kështu që le të shfrytëzojmë këto 2 vite të mbetura për ta bërë planin e rritjes një sukses të vërtetë dhe për të përgatitur terrenin për antarësimin tuaj në BE, sepse objektivi kryesor i planit të rritjes është që t'ju ndihmojmë që ju të zhvilloheni më tej, që të bëheni antar me të drejta të plota në Bashkimin Evropian në të ardhmen. Faleminderit i dashur Edi edhe një herë që na keni mikpritur dhe është gjithnjë kënaqësi që vim në Tiranë dhe sot kemi ardhur për planin e rritjes, por unë do të kthehem sërish së shpejti për të zbuluar disa pjesë të mrekullueshme të tjera të Shqipërisë. Faleminderit.